Pas humbjes 2-0 me Besën në Vlorë, presidenti i klubit të futbollit flamurtari Sinan Idrizi, trajneri Artim Pollozhani, përfaqësues të stafit teknik dhe futbollistët u takua në tribunën C me grupimin ultras të tifozëve kuqezi. Tifozët e grupimit Flota Kuqezi kanë thënë se kanë patur të gjithë revoltën me skuadrën e tyre për lojën dhe humbjen dhe jo me kundërshtarin. Por presidenti Sinan Idrizi tha se duhet respekt për fanellën dhe se kjo ishte një ditë e keqe. Idrizi ka motivuar tifozët duke i qetësuar njëkohësisht kur u ka thënë se flamurtari është në Super League dhe kjo gjë nuk diskutohet. Kjo është gjë. Tash ne jemi superior, nuk kam diskutim. Do ta festonim sot si për planet të tjera, si që kismet. Ne prisnim sot superior. Tash kjo është gjë që ndodh, nuk kem çfarë të bëjmë. Fal, të lutem, sa s'u Tash kismet i Zotit dhe nesër mund të vdesim. Nesër mëngjes mund të vdesim, vina malli Allahu na merr frymën ikim. Ne jemi superior, do luajmë. Kaq. Në emër të futbollistëve me tifozët ka folur Idris Batha si një lojtar me eksperiencë dhe veteran. Batha u kërkoi tifozëve që të jenë të duruar dhe të mbështesin skuadrën. Duhet të ruaj atë pozicionin e vet. Që e kishim na Luajtë, bravo i qof. Bravo i qof, luajtari aty s'është faja. Unë funda më do të ketë bravo i qof. Çka keni përgjegjësi apo jam unë? Tjetër. Në fund të fjalimeve nuk kanë munguar as duar trokitjet mes tifozëve, stafit teknik, futbollistëve dhe drejtuesve të klubit. Pas ndeshjes, tifozët dhe futbollistët e flamurtarit u përqafuan edhe me lojtarët e Besës që kanë luajtur te flamurtari, braziliani Oliveira dhe Frashri. Policia kishte marrë masat, teksa në stadium ishte një numër i konsiderueshëm i forcave blu, përfshi këtu edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë.